Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë mënyrën se si përgatis unë sarma me fleta rrushi apo ndryshe siç njihen ja prap. Përgatitja e thjeshtë, dalin të shishme, besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, fillimisht përgatisim mbushjen e sarmave. Këtu kam coptu në copsa të vogla 2 qep të mëdha. Zakonisht kur ti përgatisim këtë lloj sarme na nevojiten qep më shumë se sa kur përgatisim sarma me fleta lagre. I kam hedhur një tigat të lloji që nuk nxeh dhe ju hedhi vaj dikon rreth 50 ml. Dhe në temperaturë mesatare do i fërkoj qepët derisa të zbuten mirë duke i përzier vazhdimisht. Qepët janë zbutur mjaftueshëm, ja shtojna një gotë 250 ml loret, cilën e kam pastruar mirë, e kam larë dhe e kam pullu. Ja shtojna 400 gram me mish të bluar. Unë e kam të ngrirë, nuk ka problem. Tash e përgojnë ashtu mirë, masën dikon për 10 minuta. Kam përguar masën mirë, derisa mishit ju ka largu ngjyra e kuqe. Tash i shtoj biber të kuq, dikon rreth 1 luggjelle. Viger, 1 luggjelle ose krep mund të përdorni. Biber të zi. Pudër të bluar, përzi masën, që përhapën me lënga, dhe masën e largoj nga zjarri. Mbushjen pasi e kam largu nga zjarri, do i shtoj dhe perime. Këtu kam një tub magdanos, cilën do e coptoj në copsa të vogla, 2 domate dhe domatet do i coptoj në copsa të vogla dhe një gjysmë limoni, cilën do e shtripi. Do marr fillimisht dhe do bëj coptimin e magdanosit. Një tub është mjaftueshëm. Ja jep magdanosin një shije shumë të mirë. Fillojmë që ta bëjmë në copsa të vogla, kështu. Shtoj magdanosin e coptuar. Tash marrim domatet dhe domatet i prej në katrore të vogla. Ja largoj këtë pjesën e vishtit dhe i prej në katrore. Në këtë mënyrë coptoj të 2 domatet. Kam shtridhur limonin, tash ja shtoj langun dhe me dorë filloj që ta përzi masën mirë. Përzim dikon për 3-4 minuta. Pasi mbushja është gati, marrim gjathë të rrushit, i lajmë dhe i pastrojmë nga bishtat, i vendosim në një enë dhe ju hedhim sepër ujë val të nxehtë që të bëhet zbutja, që më lehtë të bëjmë rrokollisjen e sarmave. Kështu, dhe i lajmë të ujë vali nxehtë derisa të zbuten mirë, njëkohësisht do bëhet dhe ftohja e ujit. Gjathë të rrushit janë zbutur, janë ftohur, ja kam largu ujin. Tash filloj që të bëj mbushjen. Marr kështu një nga një. I vendosi në tavolinë pune. Mbushjen do e bëj nga ana e mbrapsht, kështu. Marr nga mbushja përgatitur më parë. Vendosi kështu në mes. Ansorët.
palosjen dhe filloj që të bëj rokollisje në formë rolle. Shumë shpejt bëhet rokollisja, ja pra vërtet mori një pamje shumë të bukur. Në mënyrën e njëjtë bëjmë mbushjen e gjithë sarmave. Tash fletat janë njoma dhe dalin sarmat shumë të mira. Kam bërë rokollisjen e gjithë sarmave, tash morim një tepsi. Unë do e përdori këtë tepsinë e qelqit dhe do bëj radhiqjen. Kështu në tepsi. Do i radhis në një mënyrë shumë të bukur. Pjesën tjetër do e radhis kështu, këtë mënyrë. Vërtet shumë bukur të del. Kështu në këtë mënyrë i radhisim të gjitha. Kam renditur gjithë sarmët në tepsi, tash marr një enë dhe në të shtoj dikon rreth 300 ml me pire domatesh. Unë kam sos domatesh të përgatitur vetë në shtëpi. Ju mund të përdorni edhe të marketit, nuk do ketë problem. Ja shtojna 600 ml me ujë. E përzi masën kështu mirë. Mund të shtoni edhe krep nëse doni masës, mirë po nuk do ketë nevojë, pasi se mjaftueshëm ka krep mbushja e sarmëve. Kam përzi mirë masën, shtojna sipër. Tomatët ja japin një shije shumë të mirë sarmëve. Kur të bëni palosjen në tepsi, e bëni palosjen në mënyrë të ngjeshur. Shumë mirë do jetë, nuk do ju prishet forma. Sipër ja vendosit një letër për pjekje të lagur me ujë. Ansorët kthejmë kështu në tepsi. Më mirë, nuk do ta dytet shporeti. Dhe i fusim në furrë të nxehtë 220 gradë derisa t'ju shterët langu. Kam largu nga furra, ta shelojmë që të ftohet dhe do jetë gati për konsumim. Është ftohur, ja largojmë vetrën për pjekje. Po një aromë jashtëzakonisht të mirë. Ti largojmë disa pjesë dhe ti shihni se si ka ndalur. Vërtet ka ndalur shumë të mira në pamje. Besoj se edhe në shije kanë për me qenë kështu të mira. Se për i shtojna shmand, oj kose, të ëmbël. Kështu, dhe i shtoj pak. Jep një shije shumë të mirë.
Ja dhe si duken sarmat me fleta rroshe apo ndryshe siç njihen ja prap, gjithë jo që i përgatisni në këtë mënyrë ju përfshin mirë me mbeqen nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.